Por protesta, me që më pyete për protestën e 13 majit, mund të jetë e dhunshme? Mund të jetë dhe e dhunshme. Mund të jetë dhe e dhunshme? Mund të jetë dhe e dhunshme dhe do të thosha që nuk është fundi botës që një protestë jetë e dhunshme. Kemi parë protestat në vendin tonë fëqinj, në Greqi, që sollën pushtet Tsiprasin, Sirizën, dhe rrëdzuan dy partitë e mëdhaja që kishin sa vjet kishin Greqi që komandonin Greqin. Njëherë merrte Pasoku, familja Papandreou, njëherë merrte Karamalisi, dhe pam që aty u dogjen makina, u hodhën bomba Molotov, nga njëru godit dhe policia, për fat mirë vetëm një viktim pati dhe ai që aksidentalisht, u dogjen dyqane, u thyen banka, supermarkete tjere tjere. Se mund vite ky skenar Shqipëri? Pra, unë mendoj që protesta në vetvete nuk e ka dhunën ke thyerja xhamave. Protesta është e dhunshme kur bëhet për diçka që nuk e justifikon qëllimin e protestës. Pra një protestë është e dhunshme kur nisesh me qëllim caktuar për të grabitur, për të goditur, për të djegur diçka që nuk ka lidhje me qëllim caktuar. Kështu që me 13 maj, edhe nëse protesta do të jetë e dhunshme, edhe nëse do të thyen disa xhama, nuk mendoj që është fundi botës dhe nuk e bën Shqipërinë kjo një vend të prapambetur dhe një vend jo demokratik. Përkundrazi, mënyra se si do sillet pastaj policia ndaj atyre që protestojnë, mendoj që bën dallimin mes një vendi normal dhe një vendi problematik. A mundem vetëm një fjali se desha preqit vetëm një gjë. Edhe Mandit, se Mandi i renditi plot arsye te këtë qeverisjes dhe atë që ka prodhuar kjo qeverisje në 4 vjet të fundit. Por megjithatë, kjo opozit nuk ka pas imagjinat opozitare dhe nuk ka bërë asgjë që të ndërtoj një refuzim të kësaj që është ndërtuar. Dhe është përfaqësuar çuditërisht nga një diskurs i një njeriu për ta mbajtur peshën e situatës. Ai është njeriu i cili për mua do duhet shkruante memoarët politike të tij. Dhe të rinte për Berishën. E kam për doktorin, po për Berishën. Dhe Berisha realisht e ka, nëse s'po du me fol, ose ta them fjalën përçmim, e ka përçmuar me një standard jo të mirë të diskursit ti Partinë Demokratike edhe liderin e saj. Ai ka menduar që me diskursin e tij ta mbaj peshën e liderit, realisht e ka shkatruar liderizmin e tij në Partinë Demokratike. Dhe prandaj kemi çadrën dhe prandaj kemi këtë diskurs, dhe prandaj kemi këtë mënyrë të protestës se Lulzim Bashës. Se në momentin e fundit... Prandaj kanë dalë thotë, se qeveria është në rregull. Jo, nuk thashun ashtu. Nuk thashun ashtu. Po se Unë thash që kjo opozit nuk ka krijuar imagjinat dhe diskurs normal për folur për gjërat të cilat... Kjo opozit ka shumë defekte. Po të numërojnë. Po një opozit bën të tillë, bën koncesione, bën gjitha, nëse opozit nuk ka valla. Lulzim Basha nuk arriti dot të reformojë plotësisht Partinë Demokratike. Lulzim Basha nuk arriti dot nga e shkuara. Kërkoi ndjes për qeverisjen e gabuar Partisë Demokratike. Lulzim Basha ka plot defekte tjera, mund të ketë qenë selektive edhe në të bërit opozit, që disa i ka godit më fort, disa i ka godit më lehtë. Lulzim Basha mund të ketë qenë ai pjesë e sistemit që tani e kam radhën unë opozit. Nuk tha se qeverisja, jo. Nuk tha se qeverisja e tij. Qeverisja e Partisë Demokratike ka qenë 10 herë më e keqe se kjo e socialistëve. Se rikthehemi prapë në histori, ka një problem që ishte... Unë s'po të flas për qeverisjen. Te vëmendja që të pyeta. Unë po të them që gjitha këto janë mëkatet Lulzim Bashës, dakord, si opozit, nuk arriti të bëj. Por momentin ky është mendimi im, që nuk hyn në zgjedhje. Pra sakrifikohet duke dalë jashtë sistemit, për mua pastrohet. Po a rrezikon ajo që tha skenari grek që mund të ketë thyrje xhamash, përplasje, djegje makinash? Shiko, nuk do të shmangin to fjalët skenar, destabilizim, komplot që thotë Dirama. A mund të ketë ngjarje protestë qytetare, nëse njerëzit janë pak kënaqur dhe shprehin pak kënaqësinë e tyre dhe me thyrje xhamash, nuk mendoj që është fundi botës. Janë protesta që i shohim kudo, goditet me gaz molotov, goditet në parlamentin e Kosovës, vazhdimisht thithet gaz dosjellës. Dhe dini shprehjen e famshme të Albin Kurtit. Kur i tham se përdor metoda dhunshme, tha duke hedh gaz. Po a ka metodë më paqësore, tha se me shti hajnat me qajt, pa i prek me dorë, tha.
Më kupton? Kështu që kjo dhuna është relative, më kupton? Atje edhe në parlament. Po nuk është ky shembulli që duhet të xhamat e kryeministrisë. S'është dakord Lorenci me shembullin që duhet. Jo, do të them që dhuna, do të them që dhuna trashë edhe zërin në këtë. Por në një formë tjetër. Mirë, po duhet ta kemi bërë atë të pakën atë sinkronizimit. Po e the ta thash. Jo, sa kaq s'është merita ime siç nuk është problemi yt. Atëherë. Lorenc, çfarë pritet me 13 maj? Çfarë mund të ketë? Çdo epilog qeverisje dhe në çdo prolog zgjedhjesh ne kemi po të njëjtën opozitë e cila shfaqet si disfatiste. Dhe ngjan se do të ndodh fundi dynjas. 13-a, çfarë pritet? Kjo opozita e sotme po shfaqet jo vetëm disfatiste, por dhe dezertore. U shmang. Kush dezertore? Dezertore sepse s'po hyn në zgjedhje dhe i dezertoi fushatën. Dezertoi se shumë bëhet kurban, kupton? Më fal. Sa kohë që qeverisja i ka këto të 99 po shkon për kurban, po jo për zgjedhje thot Shkullaku. Sa kohë? Se kanë mbyll ta zgjedhjen? Sa kohë? Edhe një herë që qeverisja ka këto 99